Territori shqiptar për datën 23 korrik 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të shndrueshme, me alternime kthjellimesh dhe vranësira të lehta kalimtare. Në pjesën më të madhe të territorit do të dominojnë moti i kthjellët, ndërsa në relievet malore gjatë orëve të pasdites mund të ketë vranësira të pakta pareshje domethënëse. Paraditja do të ketë një mot kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me një mot të shndrueshëm dhe temperatura në rritje të lehtë. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 16 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 35 gradë. Gjatë ditës pritet rreth 11 deri në 12 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:20 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:14 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: 21 deri në 35 gradë Celsius, Kukës 18 deri në 31 gradë, Peshkopi 17 deri në 29 gradë, Tiranë 22 deri në 34 gradë, Durrës 24 deri në 32 gradë, Kavaj 23 deri në 32 gradë, Elbasan 22 deri në 34 gradë, Berat 22 deri në 35 gradë, Korçë 16 deri në 27 gradë, Vlorë 24 deri në 32 gradë, Gjirokastër 18 deri në 29 gradë, Sarandë 24 deri në 32 gradë,